Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 19, data 19 shkurt 2026. Duket se kemi një ditë shumë të rëndësishme në lidhje me çështjet ekonomiko-financiare, në lidhje me disa vendime që do të merrni, edhe pse keni pasur disa çështje problematike të pazgjidhura, por me Mërkurin tek Peshqit që ka të bëjnë shumë me ndryshimet dhe marrëveshjet që kanë bëjnë, por gjithashtu ndikojnë pozitivisht nga forja Akrepi Peshqit. Gaforja sidomos ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me një ndryshim shumë të madh që vjen ndaj çështjeve ekonomike financiare, por një burim të ardhash të dyta është nëse e mundur të ndodhin. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në kohën e duhur për gjithçka juve doni, gjithçka juve dëshironi në këtë drejtim. Meqense ka pasur dhe keni mundësinë mbi zgjidhje të konflikteve të vjetra, sepse dielli në shenjën e peshqeve ka një kuptim ndryshe, është futur dje mbas dite vonë, ku ka të bëjnë shumë dhe do shikoni edhe vetë në bustën astrologjike, por unë them që ka të bëjnë dhe me disa çështje shumë të mëdha financiare dhe çështje të tjera. Por para se të fillojmë me parashikimin, le të hedhim një sy bustës astrologjike. Çfarë na mëson edhe pse ndodhin fenomenet? Ja ku kemi këtu, ja pa ku jemi tek harta. Këtu kemi, po të shikoni, është pikërisht tek Peshqit, po sapo ka filluar, po ta vini re, ja pra këtu, sapo ka filluar dielli në gradën e parë, e kemi gjithmonë, pra ja ta shikoni këtu, e nuk e di, e shikoni besoj, është pikërisht këtu, në shumë planete që ndodhin tek shenja e peshqve, siç është Mërkuri, siç është Hëna, siç është Afërdita, i keni të gjitha tek Peshqit dhe ndikimin e Saturnit që jep një mundësi plus në anën tjetër të ndryshimeve të kohës duhur në lidhje me takimet dhe vendimet që do të merren, sepse ka diçka shumë madhe në këtë aspekt, por është një hark kohor që ju jep mundësinë të gjithë gjërave që ju e keni, sidomos në këtë drejtimin këtu. Po ja pra, shikoni që gjitha planetet që janë këtu në këtë drejtim ka të bëjnë shumë dhe mundësitë dhe kohën e artë që do të keni. Por dielli tek Peshqit dhe Hëna gjithashtu na jep një mundësi mjaft të mirë. Po të vini re, kemi 4 planete që do thotë dielli, Hëna, Mërkuri, Afërdita, që ka një mundësi shumë të mirë në fushën ekonomike. Megjithëse kemi bëjmë me disa ndryshime shumë të mëdha dhe kjo do të thotë që është dhe momenti, mundësia më e artë që lidhet shumë me takimet dhe bisedimet të rëndësishme.